Artan Shkreli, këshilltari kryeministrit për kulturën, ka denoncuar sërish lejen e dhënë nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha për ndërtimin e një objekti 11 katësh mes gjimnazit të Gjuhëve të Huaja dhe shtëpisë së fëmijës Zyber Hallulli. Shkreli, duke folur vetëm pak metra larg godinës, tha se ky ndërtim shkatron trashëgiminë e Tiranës dhe erëson gjithë godinat përreth. Kjo këtu është një tjetër vilë që humb kryeqyteti, është një tjetër vilë që humbet përsëri në rrugën e Elbasanit, mbas disa vilave që humbën aty më përpara. Dhe për çfarë humbet kjo vilë? Për t'i hapur rrugë një ndërtimi 11 katësh me 2 kate nën tokë, domethënë 9+2, i cili ndërtohet pikërisht në një zonë me sensibilitet madh për sa i përket institucioneve arsimore dhe edukuese të vendit. Ndodhet midis shkollës mesme të Gjuhës të Huaja nga një anë dhe jetimores, pra shtëpisë fëmijës nga ana tjetër. Shtëpi fëmijë të cilën ky objekt e varros përfundimisht me lartësinë dhe distancën e tij. Objekti nuk respekton asnjë efekt legal, nuk ka largësitë minimale midis godinave, nuk respekton vijën e ndërtimit, shkatron trashëgiminë e kryeqytetit dhe për më tepër prish kordonin arsimor të kësaj zone. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit një ditë më parë ka bërë kallëzim penal ndaj kreut të Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha për shpërdorim detyre. IKMT-ja gjithashtu ka bërë kallëzim penal edhe për kreun e INU Florence Hoxha, po ashtu për shpërdorim detyre. Kallëzimi IKMT-ja ka bërë edhe ndaj anëtarëve të Këshillit Teknik të Bashkisë së Tiranës për veprën penale shpërdorim detyre i kryer në bashkëpunim, si dhe subjekti ndërtues Gerard SHPK dhe investitorit shtetasit Fation Mahmudaj për veprën penale ndërtimi i paligjshëm.